Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri po shoqërohemi sot së bashku edhe me një tjetër recetë. Tani në sezon e kemi shalqirin, ose ndryshe të njohur me emrin edhe bostan, dhe lëvorat që na mbesin nuk duhet që t'i gjuajmë asnjëherë. Pasi nga ato do të përgatisim reçel. Pa humbur kohë, vazhdojmë menjëherë me përgatitjen e kësaj recete. Pjesën e kuqe, këto që na ka mbetur në çosh, duhet që ta largojmë, pasi kjo nuk na nevojitet tani kur të përgatisim reçel. Me anë të një thike, vazhdojmë e largojmë. Ashtu edhe këtë pjesën këtu duhet që ta largojmë, mund ta largoni me thik, ose nëse keni një aparat të tillë, vazhdojmë me këtë dhe largojmë të lëvorën. Dhe kështu pjesët e pastruara mirë të lëvorave të shalqinit i marrim tani anësh. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë, pastrojmë të gjitha pjesët kështu, një herë me thik, largojmë këtë pjesën këtu që ka shalqi, pra do të na duhet vetëm pjesa e bardhë. Tani vazhdojmë të largojmë edhe lëvorën. Tani vazhdojmë që t'i coptojmë në copëza të vogla. Një herë ndojmë kështu në shirit. Tani vazhdojmë që t'i bëjmë kështu në kubik të vegjël. Mua më pëlqen ta kem kështu në copëza më të vogla, pasi më duket që bëhet njëjtë si zhile, si ato zhile bombonet që i blejmë të gatshme. Vazhdojmë tani në të njëjtën mënyrë, i prejmë gjitha. Dhe kështu duken gjitha pjesët e shalqinit, të cilat i kemi prerë dhe i kemi pastruar mirë nga lëvorat, dhe tani duhet që të bëhet matja. Unë i mata dhe në total këtu kam 1 kg e gjys lëvore të shalqirit. Por përpara se të vazhdojmë që ta përgatisim, duhet që të lejojmë që të pushoj shalqirin një ujë një herë për 1 orë. Në një enë më të madhe kam shtuar ujë, sasia e ujit nuk ka nevojë që të matet, por duhet të ketë dikon mjaftueshëm ujë që të mund të mbulohen të gjitha pjesët e shalqirit. Tani të uji do të shtojmë 1 lugë të madhe me soda bikarbona. Kjo është e vogël dhe do të shtoj 1 lugë e gjys, por duhet që ta matni me lugë gjelle dhe në total do të shtoni 1 lugë gjelle. Vazhdojmë tani këtu te uji që të shtojmë edhe lëng limoni dhe në total do të shtojmë lëngun e 1 limoni. Dhe tani do ta shohim edhe duke aktivizuar soda bikarbona. Vazhdojmë edhe pjesën tjetër të limonit. Vazhdojmë tani i përzijem mirë, sigurohemi që soda bikarbona është tretur te uji. Dhe tani pjesët e shalqirit të prera kështu, vazhdojmë që t'i shtojmë te uji. Dhe tani pjesët e shalqirit do të lejojmë që të pushojmë kështu në ujë me soda bikarbona fiks për 1 orë, derisa të shtrëngohet mirë dhe të sigurohemi që nuk do të na çullen tani gjatë zjerjes. Tani do të vazhdojmë që ta përgatisim shërbetin, pra gati 45 minuta që po qëndron këtu copëzat e prera të shalqirit, ndërkohë do ta bëjmë gati shërbetin dhe do bëhet fiks 1 orë që po qëndrojnë brenda në ujë. Për reçelin e shalqirit, masat e sheqerit pra duhet janë të barabarta. Aq sa kemi shalqi, aq duhet shtojmë edhe sheqer. Dhe në total, pasi unë aty kam 1 kg e gjys shalqi, do të shtoj 1 kg e gjys sheqer. Sa ujë
duhet të shtojmë vetëm 200 ml, sa të na zbutet pak sherbeti, që unë të zihet dhe mos të na ngjitet. Përzijmë mirë. Dhe vazhdojmë tani në zjarr dhe zijmë shërbetin. Sa tani që është bërë 1 orë që shalqiri po pushon, do të vazhdojmë që ta largojmë nga ky ujë, duke e larë mirë dhe duke e shpërlarë për disa herë. Pasi kam larë për disa herë, tani kam vendosur kështu në një kullues që të largohet nga to tër uji i tepërt, që mos na e bën shërbetin të hollë. Sa po ta vrem që sherbeti është duke filluar dhe të zihet, brenda vazhdojmë tani që të shtojmë shalqirin. Tani zjarrin do ta ndalim në mesatare. Pra asnjëherë nuk guxojmë që t'i zijmë shpejt, sidomos kur përgatisim reçel, dhe tani sa është e fortë shumë kokra e shalqirit, do të përzihen mirë për të siguruar që të gjitha kokrat do të preken menjëherë nga sherbeti. Vazhdojmë kështu në zjarr mesatar, do ta zijem diku për 30 deri në 35 minuta, por gjithmonë duke e kontrolluar. Dhe të dashur miq, diku 35 minuta që po e zijej reçelin dhe po e vreni se ka nevojë që të zihet edhe pak, pra nuk ka nevojë as që ta përzim, as që t'i qëndrojmë afër, thjesht do ndaloni zjarrin në mesatare dhe do lejoni që të zihet. Do të vazhdojmë ta zijem diku edhe për 15 deri në 20 minuta tjera. Dhe në fund të videos të ju tregoj fiks se sa kohë më është dashur për ta zier reçelin e shalqirit. Dhe të dashur miq, në këto momente reçeli është gati. Unë tani më kam ndaluar zjarrin dhe do e lë që të qëndroj kështu në zjarr të ndalur diku edhe për 10 minuta. Si do e dalloni që është zier reçeli, tani do ju demonstroj. Me anë të një luke merrni kështu disa kokra dhe me një piron të vreni se a shpohen kokrat. Nëse po, atëherë do të thotë që është zier tamam reçeli. Nëse keni dëshirë që ta ruani në vakum reçelin val të nxehtë, do vazhdoni që ta zbrazni në kavanoza, por unë nuk e bëj asnjëherë kështu. Gjithmonë reçelin preferoj që ta lë një natë të qëndroj kështu në sherbet dhe ditën e nesërme ta shtoj në kavanoza. Dashur miq, në këto momente reçeli ka pushuar mjaftueshëm në lang, ka tërhequr langun e ka fituar një ngjyrë të mrekullueshme. Vazhdojmë tani që ta shtojmë në kavanoza për ta ruajtur për gjatë dimrit në ngringje dhe për ta shoqëruar me kafen e mëngjesit.